Selam aleikum hoxh. Kam keq thot veshkën tani shpejt, edhe më ka thënë doktori pi 2 litra ujë. Unë maj dhe Ramazan, am quhet wa aleikum assalam wa rahmetullah. Agjerimi quhet, a më duhet ta dish se Zoti i gjithësisë ka bërë lehtësim për ata të cilët janë sëmur. Pra nëse njeriu është sëmur dhe i ka thënë mjeku për shembull që ti nuk duhet ta agjërosh. Pra derisa të shërohesh, e prish agjerimin ato ditë dhe e kompenson pas Ramazanit. E ka lehtësu Zoti i gjithësisë dhe kushtoi rëndësi shëndetit. Allahu subhanahu wa taala pra ka dhënë urdhra, por ka bërë dhe lehtësime. Kështu që ti nëse nuk e përballon dot agjerimin, a quhet agjerimi? Quhet, i saktë është. Po nëse nuk e përballon dot agjerimin, ke nevojë të marrësh kurë ose të mjekohesh, atëherë ti e prish agjerimin dhe këto ditë i kompenson mbas Ramazanit. Po ashtu unë të këshilloj që me fal namazin. Namazin pra ke mundësi me e fal. Allahu të rujt.